Një ngjarje me plot mësime e përcjellur me emocion. Një natë ulët për të ndihmuar fëmijët e saj që të përsërisnin mësimet e tyre. Ndërsa djalit të vogël 4 vjeçar i dha një fletë, ku të angazhohet në të me piktura dhe talente e nënën e tij të qetë, tu u shpjegonte fëmijëve mësimet e tyre. Pa pritmas, nëna e tij u kujtua që nuk e kishte përgatitur ushqimin e darkës për babain e burrit të saj, Vjerrit, burri moshuar të cilin e kishin lënë të banonte në një dhomë të veçuar jashtë shtëpisë. Gruaja her pas here i shërbente babait të burrit të saj aq sa mundej. Ndërkohë burri i saj ishte i kënaqur me atë që bënte gruaja e tij ndaj babait të tij, i cili nuk lëvizte nga dhoma që i kishin caktuar për shkak të sëmundjes së tij. Shpejtoi me ushqimin për tek ai. E pyeti mos ndoshta kishte nevojë për ndonjë gjë tjetër dhe pastaj u rikthye tek fëmijët e saj. Pa që djali i saj i vogël po pikturonte disa rrethore dhe katrore dhe i vendoste shenja. I bëri përshtypje dhe pyeti djalin, çfarë duke bërë? U përgjigj me pastërti, unë po pikturoj shtëpinë time, kur të rritem dhe të martohem. Nëna gëzua me përgjigjen e djalit të saj, pyeti atë, më trego ku e ke caktuar dhomën që do flesh? Djali vazhdoi t'i tregoi të gjitha dhomat. Dhoma e gjumit, e pritjes dhe kuzhina, i radhiti të gjitha dhomat e shtëpisë dhe jashtë saj kishte lënë një katror të veçantë nga dhomat e tjera. E çuditur e pyeti, çfarë është kjo dhomë jashtë shtëpisë o biri im? U përgjigj, ajo është për ty nën. Do të vendos në të kur të plakësh ashtu siç jeton gjyshi im. Kur i dëgjoi këto fjalë, nënës së djaloshit sikur i ra ndonjë rrofe. Vazhdoi të mendoj me vete, a mos vallë fëmijët e mi do të më lëjnë vetëm? A mos vallë nuk do të kem mundësi të jetoj me ta, të bisedoj me ta? Vallë, kur të plakëm do të më lëjnë të vetme, s'do të flas me ta, s'do të kem mundësi të udhij pranë. Me këtë do të kaloj jetën? Në moment, mendoj të bëj një ndryshim dhe të rregullonte gabimin para se t'i kalonte koha. Dhomën më të mirë që e kishte në shtëpi, dhomën e pritjes, menjëherë nisi t'i nxjerrte pajisit për saj. Nisi në të që të vendoste pajiset e gjyshit që ndodhen në dhomën e veçuar. Kur u kthye bashkëshorti, e pa kundryshim i cili e gëzoi, i tha bashkëshortes së tij, i gëzuar pa dyshim, çfarë është kundryshim, o gruaja ime e dashur? I tha, zgjodha për ne në të ardhmen dhomën më të mirë në shtëpi. Burri kuptoi se ç'kishte për qëllim gruaja e tij, ndërsa fëmia e fshih vëzhatimin dhe buzëqeshi. Përktheu nga Arabishtja, Zedi Isufu Bardoshi.